Në harkun kohor të 9 muajve në galeritë të Bulqizës është shënuar një bilans tragjike ku kanë humbur jetën 4 punëtorë në galeritën e Tokës. Në të 4 rastet, sipas policisë, shkak i këtyre aksidenteve fatale është bërë për shkak të mungesës së sigurisë në punë në galeritë e minierave. Aksidenti i fundit, me pasojë vdekjen e një minatori, u shënua më 24 shtator në minierën e Bulqizës. Viktima është identifikuar si Kujtim Dangri, 38 vjeç, i cili ka humbur jetën gjatë punës në galeritë e minierës. Referuar të dhënave në regjistrin e lejeve minerare, aksidenti ka ndodhur në galeritë e kompanisë Truel SHPK, e cila është në pronësi të Roland Kaçit dhe Ledion Gjonit. Vetëm një muaj më parë, një 66 vjeçar humbi jetën teksa punonte në një nga galeritë e Kromit në Bulqizë. Policia e Dibrës njoftoi arrestimin e 5 punojësve të stafit teknik të subjektit minerar Gerti SHPK, pas aksidenti tragjik që i mori jetën minatorit Fari Veliu. Gjithashtu, disa muaj më parë, edhe një punëtor i ri humbi jetën teksa punonte në një fabrik pasurimi kromi në Klos. Trupi i tij u gjet vetëm pas disa javësh kërkimesh intensive, ku morën pjesë banorët e zonës, si dhe forcat armatosura të Shqipërisë dhe Kosovës. Referuar të dhënave zyrtare, pas ndërtimit, sektori minierave dhe karrierave mbetet ndër më të rrezikshmit në vend, duke përbërë rreth 18% të aksidenteve të raportuara në punë për vitin 2024.